A shiko që a bëna me imitimin tim? U kry iku tash, se bërmen ma se e hëngri Kalepin. Unë kam drejt të qerë, se mu mba me qerë shëndriti kur më imiton. Unë nuk kam nervat me rëmes të Imitimi është tjetër gjë dhe ironizimi është tjetër gjë. Po, ironizon, shumë mirë. Po, në rregull më mirë. Kur ta bëj herë tjetër, e ka bë dhe herë tjetër i kam thënë tallësh ti, me theksin verior. Ky dhe Selin e bëjnë. Tallin gjithmonë. Tallu. Po gjën ti tallësh, tallu. Unë s'tallem me theksin jugor, kur? Për biles mu Kristi më thote Samir e flet thote me theksin, kur bëm atë skenën e dy gisht mjalt. Kristi është, do me thënë mos të në i fjallë tjetër, është krit u qesh, kur thore, u pu more qupë, qëfar i bëre, kështu. Po imitoja, nuk ironizoja, nuk e thoja me përbuzje. Po grimi iko? Jo, s'ka grim. Ka pas vetëm thonjë. A, thonjë? Për Selin. Se është dita vetë pra. Po. Dita vetë fake. Ajo e ka bërë këtë dasë më mirë vetë me mbulu. Vetë me mbulu atë që ajo ndjenë për ty. Unë nuk ma eq kush nga mendja. Nuk është e mundur kjo vajzë. Nuk është e mundur. Pse i ka majtë dje syze gjithë kohës? Gjithë kohës ka majtë syze. Unë i majtë për stil. Unë nuk kam kujt nevoj t'i fshe. Ajo nuk i ka majtë për stil aty me pijama. Nuk ka stil me pijama. Syze djeli me pijama. Nuk ka të bëj farë. Po është turpi madhë për ato. Ajo kur nuk mund t'a pranoj gjithë tjilë. Që asaj mund t'i pëlqej një burri martum. Mrena Big Brotherit. Nuk mund t'a pranoj e kur ajo. Imagjinoj qa ka bo. E di që më tha para? Gimbo me Selin, ma thanë para. Asun ju e lam tha Selini, thash si ke bo ftesën mirit, thash dhe ti vdes për mirin. Edhe thash i ke thënë Gimbos. Ja përdër Gimbon me vu firmen e vet aty, edhe ti thash e do mirin aty, nuk e do Gimbo aty mirin. Kupto? Tha mu tha, jo, nuk është e vërtet as ty, tha nuk të doja. Atir thash, se ma ke firmos ke ftesa që është firma jo të Qika Pink. Imagjine thash ku ke përfindu, nga Queeni të Qika Pink. Tash pse ma ke bo firmen, kur s'm ke dasht, do më kishe vu Laki 11, si kur e ka emrin kjo DJ Gimbo tani, se si kuptojt sa emra ka. Dhe ti thash ke vendos emrin tënë me bo si e pastër me publikun, sepse thash ti, duke ftu mirin, ti thash nuk mund plesh mu paftu. S'ke shansë me mblan mu paftu duke ftu mirin. Për me dalë pastër në publik. Po miri, thash ti, nuk ke mujt mja vendos firmen tënë, se se ke ftyrën as guximin ta bësh. Dhe ti thash, e ke pas siguru me ndoshta finalen me mirë, kurse në këtë mënyrë s'ke shanse më i vajzë me Gimbon. Se ti Gimbon po e përdor. Gimbon po e përdor, komplet. Është thjesht një qik, me Gimbon është një qika jem, qika Pink. Jo, normal, se mi ftu. Së di, pa di se mu një mërzit. Shife Nikol të flirtuva, ma të. Një mërzit. Kësh, edhe me mërzit, je mërzit si s'kutohet. Nikol është shumë